Vesel Mehmeti shkarkohet nga posti I kryetarit të RDK-s. Fadil Zendeli emërohet kryetari I ri. Institucionet dhe funksionarët shqiptar vazhdojnë të heshtin për arrestimin e Gafur Dugollit pas flet arrestit nga Serbia. Saraj dhe fshatrat e rrëthinës ngulfatin nga mbeturinat. Qytetarët ankohen se plehrat hidhen kudo dhe brenda natës krijohen deponi. Komuna Tetovës akoma nuk e ka pastruar deponinë e Egër, të cilën në vend se ta pastronte zhvendosi në vend më pak të dukshëm. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në televizionin Shenja. Vesel Mehmeti është shkarkuar nga posti I kryetarit të RDK-s. Kuvendi I kësaj partie ka zgjedhur në krye të partisë Fadil Zendelin. Ky I fundit ka premtuar se do të angazhohet për forcimin e frontit opozitar kundër binomit politik BDI-PDSH dhe VMRO. Zendeli ka hedhur poshtë akuzat e ish kryetarit Mehmeti për puç në parti. Kuvendi qendror I Rilindjes Demokratike Kombëtare e shkarkoi Vesel Mehmetin nga posti I kryetarit të partisë dhe në vend të tij zgjodhi Fadil Zenelin. Kryetari I sapo zgjedhur Fadil Zeneli tha se RDK do të luftojë fuqishëm për vlerat demokratike brenda partisë, duke shtuar se kuvendi I sotëm rikonfirmon se do të ruhen këto vlera duke u vlerësuar mendimi dhe vota e secilit antar të kësaj partie. Ai shtoi se tani më askush nuk do të qëndrojë mbi vendimet dhe strukturat partijake. Ndryshimet e sotme kanë bërë vetëm me kryetarin e Linjës Demokratike Kombëtare, për shkak se konflikti I brendshëm brenda Linjës Demokratike Kombëtare ka qenë kryetari nga një anë dhe gjithë kryesia qendrore e partisë nga ana tjetër. Ky ka qenë një dallim konceptual ndërmjet nesh, domethënë kryesia qendrore e partisë me muaj të tëra mban qendrim se bashkëpunimi ndërmjet të partive opozitare shqiptare duhet të realizohet dhe të jetë një alternativë e skenës politike shqiptare, ndërsa kryetari I deri tanishëm ka marrë një qendrim mohues në këtë drejtim. Ai shtoi se RDK do të vazhdojë bashkëpunimin me Aleancën e Shqiptarëve, ndërkaq do të luftojë për krijimin e opozitës së bashkuar. Mund të rikonfirmoj se Linja Demokratike Kombëtare do të vazhdojë fuqishëm bashkëpunimin me Lëvizjen për Reforma në kuadër të Aleancës për Shqiptarë. Por mund të konfirmoj se Linja Demokratike Kombëtare do të vazhdojë fuqishëm të luftojë në krijimin e opozitës së bashkuar shqiptare si një alternativë, do të kisha thënë, e vetme ndaj binomit qeverisës BDI dhe PDSH, po edhe VMRO. Ne vlerësojmë se krijimi një opozite të bashkuar shqiptare do ishte një alternativë jo e vetme, po ndoshta e mundshme, e cila do t'i bënte ballë binomit BDI-PDSH. Zeneli ka theksuar dhe bashkëpunimin me subjekte të tjera politike në Maqedoni, siç është Lëvizja Besa, Partia Uniteti, por edhe parti të tjera. I pyetur në lidhje me akuzat e kryetarit tani më të shkarkuar Vesel Mehmeti se brenda partisë ekziston puç, Zeneli tha se nuk bëhet fjalë për kurfar puçi, është vetëm pretendim I ish kryetarit I cili I vetmuar dhe I kapur nga institucionet mundohet që të gjejë shpëtim në devalvimin apo degradimin e personaliteteve të ndryshme, të cilët kanë dhënë vlerë të rëndësishme e kontribut të rëndësishëm edhe në RDK, edhe në proceset politike në Maqedoni. Vazhdon heshtja funksionarëve dhe institucioneve lidhur me arrestimin e Gafur Dugollit, shefi I protokollit në Ministrinë e Forcës së Sigurisë në Kosovë, I cili u arrestua të premten mbrëma në Shkup pas flet arrestit ndërkombëtar me kërkesë të Serbisë. Akoma asnjë prononcim nga Ministri I Drejtësisë Adnan Jashari dhe organet e tjera kompetente nëse Dugolli do t'i ekstradohet Serbisë, e cila e akuzon për krime lufte në territorin e Kosovës. Ndërkohë, siç konfirmuan dje nga gjykata themelore Shkup 1, Dugollit I është caktuar paraburgim afatshkurtër, I cili përfundon nesër. Më pas, prokuroria do të vendosë nëse do t'i caktohet paraburgim ekstradicional dhe nëse do të niset procedura për ekstradimin e tij mes ministrive të drejtësisë së Serbisë dhe Maqedonisë. Raportimi I parregullsive në listat zgjedhore do të jetë I mbyllur nga 13 marsi. Zyrtarët e KSH-s njoftojnë se kjo bëhet për shkak se duhet kohë për t'i përpunuar ankesat e paraqitura deri tash. Ndërkohë rezultatet e fituara nga kontrolli I kryqëzuar do të shqyrtohen në seancë të hapur më 16 mars.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor informon se nga data 13 mars do t'jetë i mbyllur opsioni për lajmërimin e të dhënave të papajtueshme në listën zgjedhore në web-faqen e KSZ-s. Kjo për shkak se për paraqitjet e arritura është e nevojshme kohë që Komisioni Shtetëror Zgjedhor të mundet t'i përpunojë në mënyrë adekuate, t'i krahasojë të dhënat e kryqëzuara dhe të zbulojë cila nga rastet e paraqitura duhet të jenë lënde kontrollit në terren. KSZ informon opinionin se raportin me rezultatet e fituara nga kontrolli i kryqëzuar do ta shqyrtojnë në seancë të hapur më 16 mars të mërkurën. Menjëherë pas asaj do të fillojnë përgatitjet e aktiviteteve për krahasim të kontrollit në terren. Nëpërmjet një komunikate dërguar mediave, ata njoftuan qytetarët që nuk e kanë shfrytzuar mundësinë e paraqitjes së parregullsive që i kanë hasur në listën zgjedhore, se të njëjtën munden ta bëjnë edhe më tej nëpërmjet zyrave rajonale dhe ato të Komisionit Shtetëror Zgjedhor. KSZ me të gjitha paraqitjet e arritura do të veprojnë në mënyrë që një pjesë e njoftimeve të qytetarëve do të jenë lëndë kontrolleve administrative përmes evidentimit të organeve kompetente, ndërkaq për njoftimin e qytetarëve për gabimet në evidentimin e vendbanimeve pas vërtetimit të bazave të njëjtave do të veprohet pas realizimit të kryqëzimit të dhënave. Në komunikat thuhet më tej se nga dita kur ka filluar të funksionojë web aplikacioni, mundësinë për të paraqitur parregullsi e kanë shfrytzuar rreth 5.000 qytetarë dhe për këtë KSZ i ka falenderuar ata për pjesëmarrjen aktive dhe mbështetjen në përpjekjet rreth pastrimit të listës zgjedhore. Organizata jo qeveritare ka bërë thirrje për një protestë për të kundërshtuar iniciativën për faljen e manipuluesve të zgjedhjeve nga gjykata kushtetuese. Qëllimi i protestës, theksojnë nga platforma Hajde, është që të kërkohet dorëheqja e atyre gjykatësve të gjykatës kushtetuese që janë të afërt me partitë politike. Platforma për politikë qytetare Hajde nëpërmjet një konferencë për shtyp ka bërë thirrje për protesta qytetare për të kundërshtuar iniciativën për faljen e manipuluesve të zgjedhjeve nga gjykata kushtetuese. Qëllimi i protestës, theksojnë nga platforma Hajde, është që të kërkohet dorëheqje e atyre gjykatësve të gjykatës kushtetuese që janë të afërt me partitë politike. Platforma për politikë qytetare Hajde fton qytetarët e Republikës së Maqedonisë pa marrë parasysh përkatësinë e tyre. Vallë janë pjesë e organizatave apo iniciativave të strukturuara apo të pastrukturuara. Të vinë të martën në ora 18 në protestë. Ciliot kriminal, da rečem v ustavni odsud. I gjithë krimi në gjykatën kushtetuese ndodh që nga momenti kur janë zgjedhur anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese që janë të afërt me partitë politike. Kërkojmë dorëheqjen e tyre pasi është e qartë se nëse kalon edhe kjo iniciativë, në të ardhmen mund të ketë një iniciativë të ngjashme edhe për ligjin për prokurori speciale. Protesta do të mbahet të martën me fillim nga ora 18. Ajo do të fillojë nga ndërtesa e qeverisë së Maqedonisë, do të kalojë para zyrës së kryetarit Gjorgje Ivanov dhe do të mbarojë para ndërtesës së gjykatës kushtetuese në qendër të Shkupit. Zhaneta Trajkovska nga Instituti për Studimet e Komunikimit vlerëson se gjendja gazetarëve është përgjithsisht e vështirë për shkak se pronarët e tyre kanë lidhje biznesi me pushtetin. Ajo thekson se mediat janë viktime një procesi të negociatave apo ndonjë konsensusi mes dy palëve politike. Partitë politike janë shndruar në redaksitë e medjave dhe është vështirë që kjo gjendje të ndryshohet brenda një kohe të shkurtër. Kështu ka deklaruar Zhaneta Trajkovska nga Instituti për Studimet e Komunikimit në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ajo thotë se asgjë në lidhje me mediat nuk është e thjeshtë, pasi pronarët e tyre kanë lidhje biznesi me pushtetin. Trajkovska thotë se është për të ardhur keq faktit që nuk u arrit marrëveshje për sferën e medias edhe përkundër pritjeve që të gjendet një zgjidhje sistemore e jo vetëm për periudhën parazgjedhore. Možeme da zaključime дека медиумите ispadna žrtva ili nekakov tip na Mund të konkludojmë që mediat janë viktime një procesi të negociatave apo ndonjë konsensusi mes dy palëve. Pikërisht mediat janë viktima dhe për fat të keq kjo do të pasqyrohet në masë të madhe në tërë procesin parazgjedhor. Trajkovska tha se nuk pret ndryshime rrënjësore në çështjen e medjave deri në datën 5 qershor, duke shtuar se ndryshime të këtilla nuk ka pasur që nga fillimi i negociatave. Sipas saj, situata është tepër e rëndë që të mund të zgjidhet brenda natës. Ndrojmë temë, banorët në Saraj ankohen për mbeturinat që hidhen në rrugë dhe në Greminën, Buzë, Vardarit dhe Treskës. Banorët lokal thonë se këtë gjendje e kanë krijuar persona të papërgjegjshëm nga komuna e Sarajit, por edhe nga vendbanimet e tjera. Ata pretendojnë se edhe zyrtarët nuk po angazhohen sa duhet. Komuna e Sarajit po ngulfatet nga mbeturinat.
Deponi ilegale janë ngritur thuajse në çdo fshat dhe cep të kësaj komune, ndërsa pamjet më të rënda janë në brigjet e lumit Vardar dhe Treska, ku personat e papërgjegjshëm kanë hedhur mbeturina nga më të ndryshmet, duke filluar nga produktet e prishura ushqimore e deri te materialet ndërtimore. Pamjet e këtilla mund të hasen që në hyrjet e Sarajit, në afërsitë e qarkores Tetov Shkup, përgjatë bregut të lumit Vardar. Vetëm qindra metra më larg, në qendër të Sarajit, mbeturinat ndodhen në rrugë dhe në greminën bus lumit Treska. Banorët lokal thonë se këtë gjendje kanë krijuar personat e papërgjegjshëm nga kjo komunë, por edhe nga vendbanimet e tjera. Por ata më të revoltuar janë me neglizhencën e komunës së Sarajit, e cila thonë se as nuk i pastron dhe as nuk pengon hedhjen e mbeturinave. Normal që i pengon, aty keq është, normal që duhet komuna e Sarajit, komuna duhet të reagojë, të shira të punë, jo vetëm se qytetarë normal, mo duhet ankesa me që për shembull, ankesë me që në komunë, mo komuna si komunë nuk funksionon si duhet. Ti shkon më anku në dokument në esenca, do bëhet. Do bëhet akuzon. Në realitet ku nisen nuk ka si. E kanë hub, edhe populli e kanë hub për moralin më e di edhe shpresat, krejt, si do të thotë. Katastrofë është. Këta problise, i verë që s'ke di sa ka sa të dush. I mbarin frugën në prugë. Ja, këtë uqë. Me të qakë. Qëka të bësh? E në shpejë se rrishë. Kur i shosh theja se ka praptu nga përsa ka. Ekipi i televizionit Shenja vizitoi edhe fshatin Krushopek, që graviton në komunën e Sarajit, ndërsa banorët lokal thonë se këto pamje mund të hasen edhe në pjesën më të madhe të fshatrave të kësaj komune. Mbeturinat të cilat ndërmarrja komunale publike në Tetov i grumbulloi menjëherë pas publikimit të kronikës së parë në televizionin Shenja, edhe pas një jave nuk arrin në destinacionin e duhur. Pas ankesave të banorëve, komuna e Tetovës njoftoi se ekipet të ndërmarrjes publike komunale Tetova kanë pastruar zonën dhe kanë mbartur mbeturinat. Por, në të njëjtën ditë, banorët të zonës u ankuan se shërbimet komunale kanë transportuar vetëm një pjesë të mbeturinave. Komuna e Tetovës mbetet e shurdhër ndaj thirrjeve të banorëve të lagjes Drenovec në Tetov, të cilët për vite me radh jetojnë të rrethuar nga balta, rrugë të shkatëruara dhe mbeturina të hedhura vetëm disa metra përballë shtëpive të tyre. Mbeturinat të cilat ndërmarrja komunale publike i grumbulloi menjëherë pas publikimit të kronikës së parë në televizionin Shenja, edhe pas një jave nuk arrin në destinacionin e duhur. Pas ankesave të banorëve, komuna e Tetovës njoftoi përmes një shkrese se ekipet e ndërmarrjes publike komunale Tetova kanë pastruar zonën dhe kanë mbartur mbeturinat jo vetëm nga lokacioni afër kazermës, por edhe tek varrezat ortodokse. Por në të njëjtën ditë, banorët e zonës u ankuan se shërbimet komunale kanë transportuar vetëm një pjesë të mbeturinave, ndërsa një pjesë të madhe e kanë lënë edhe mëtej në vend, duke u lëvizur vetëm disa metra mëtej. Ekipi i televizionit Shenja vizitoi këtë lokacion dhe pamjet dëshmuan denoncimin e banorëve. Kamera jonë edhe sot qëndroi në Drenovec të Tetovës në të njëjtën rrugë ku regjistroi pamje të njëjta. Ndaj kësaj gjendje javën e kaluar reagoi edhe lëvizja Besa, e cila i dha ultimatum komunës së Tetovës që deri më datë 12 mars të largojë deponinë ilegale. Nëse nuk largohen mbeturinat, lëvizja Besa tha se pas kësaj date do të ndërmarrin vetë ata një aksion për pastrimin e zonës. Në Idomeni refugjatët kanë shtrirë fëmijët në Hekurudh në shenjë proteste dhe revolte për kushtet e rënda. Lidhja Demokratike e Kosovës ka dënuar sulmin ndaj shtëpisë së kryeministrit Isa Mustafa. Ecim më teme lajmet nga rajoni dhe bota. Keqësimi i kushteve atmosferike ka bërë edhe më alarmante situatën me refugjatët nga lindja që janë stacionuar në qytetin kufitar Idomeni. Rreth 12.000 refugjatë dhe migrantë qëndrojnë në balë dhe mbeturina dhe në rreshje të shiut, të cilat pritet të zgjasin deri të mërkurën. Në shenjë proteste dhe revolte, refugjatët kanë shtrirë fëmijët në Hekurudh dhe në duart e tyre mbajnë pankarde me thirrje për të hapur kufirin.
Pamje trishtuese me thirrjet e fëmijëve refugjat po qarkullojnë në të gjitha mediat botërore. Shqetësimet për gjendjen e krijuar janë rritur edhe më shumë pas njoftimit të shërbimit shëndetësor grek për zbulimin e një rasti të fëmijës me hepatit në Idomeni. Bëhet fjalë për një fëmijë 9 vjeçar nga Siria, i cili është strehuar në kampin e refugjatëve në Idomeni. Fëmia aktualisht ndodhet për shërim në spitalin e Selanikut. Lidhja Demokratike e Kosovës duke marrë shkas një komunikat të AAK-s lidhur me sulmin ndaj zyrave të presidencës, thekson keqardhjen e saj se akte të tilla kriminale ka pasur në vazhdimsi në muajt e fundit dhe se pas tyre nuk ka pasur distancim të qartë nga të gjitha subjektet. Ajo thekson se vlen të thuhet se gjatë këtyre muajve është hedhur molotov mbi policinë e Kosovës në disa protesta, është djegur një pjesë e objektit të qeverisë së Kosovës, janë djegur makinat e familjarëve të ministrave dhe zëvendës ministrave e të shefave të grupeve parlamentare të LDK-s e PDK-s, janë hedhur disa shishe molotovi mbi shtëpinë e kryeministrit Mustafa, janë dëmtuar 10 zyra të LDK-s nëpër Kosovë dhe është djegur zyra PDK-s në Deçan. Mos të harrojmë se së paku 6 çanta me 39 shishe koktej molotovi, policia e Kosovës ka deklaruar se i ka gjetur edhe në tendat e ngritura në shesh, si dhe më herët në selin e një partie, thuhet në komunikatën e LDK-s. LDK-ja kësaj komunikate ja ka bashkangjitur edhe 2 pamje me video të sulmit me molotov ndaj shtëpisë së kryeministrit Isa Mustafa gjatë protestës së 26 shkurtit, thuhet në reagimin e LDK-s. Drejtuesi i lartë evropian Johannes Hahn do të bashkëdrejtojë me kryeministrin Rama Tryezën në dialogu të nivelit të lartë Shqipëri-Bashkimi Evropian. Fokusi do të jetë pikërisht reforma në radhët e drejtësisë, për të cilën politika nuk po gjen dot dakordsinë pavarësisht rekomandimeve të Komisionit të Venecias. Synimi i palës shqiptare është që të marrë në fund të këtij takimi rekomandimin e Hanit për hapjen e negociatave të antarësimit në vjesht. Më pas, gjithçka do të varet nga vota e Këshillit të Ministrave të Jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian në dhjetor, por rekomandimi i komisionerit mbetet të tejet i rëndësishëm. Formati i takimit do të jetë ai i vitit të shkuar, ku Majlinda Bregu do të jetë e vetmja nga opozita që do të flasë. Përveç drejtësisë, palët do të relatojnë dhe për reduktimin drastik të numrit të azilkërkuesve shqiptar në vendet e Unionit, luftën ndaj krimit të organizuar dhe statistikat për konfiskimin dhe asgjësimin e drogës. Ministra e Integrimit Klajda Gjosha do të flasë për 5 prioritetet me statistika dhe do të parashtrojë para zyrtarëve të Brukselit planin e masave për plotësimin e tyre. Në fokus të dialogut të nivelit të lartë do të jenë edhe të gjitha reformat e vitit të fundit, përfshirë dhe atë zgjedhor, puna për të cilën sapo ka nisur. Në një tryez të këtij formati në qershor të 2014-s, ish komisioneri për zgjerim Shtefan Fyle njoftoi nga Tirana se do t'i rekomandonte Komisionit dhënien e statusit kandidat për Shqipërinë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, duke theksuar se të gjitha palët në Siri duhet i përmbahen armëpushimit, ka pohuar se regjimi sirian dhe mbështetësit e tij gabohen nëse mendojnë se mund të testojnë limitet e armëpushimit dhe se mund të veprojnë për të bërë të diskutueshme angazhimet. Ministri i Jashtëm francez Jean-Marc Ayrault, ai Italis, Britanis, Gjermanis, sekretari Amerikan i Shtetit si dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini janë takuar së bashku në Ministrinë e Jashtme të Francës. Kandidati Donald Trump ka pësuar 2 humbje të rënda në zgjedhjet partijake për nominim presidencial republikan që u mbajtën mbrëmë në 2 shtete. Donald Trump, biznesmen tejet i pasur dhe aktualisht favorit në garën republikane presidenciale, humbi në Washington dhe në Wyoming. Në Washington fitoi senatori nga Florida, Marco Rubio, ndërsa Donald Trump ishte i treti me 13.8% të votave. Raportohet se Washingtoni është në masë të madhe qytet ku mbështetjen e kanë demokratët, ndërsa vetëm 6% e votuesve të regjistruar janë republikan, transmeton Radio Europa Lir. Në shtetin perëndimor, Wyoming, senatori nga Texasi, Ted Cruz,
i shkaktoi disfat Trumpit duke i tubuar 66.3% të votave. I dyti ishte Rubio me 19.5%, ndërsa Trump doli i treti me 7.2% të votave. Korea e Veriut mund të fshijë nga faqja e dheut tër Manhattanin me një bombë me hidrogjen, ka thënë të shtunën njëri nga shkencëtarët e shtetit autoritar për çështjet bërthamore, i cituar në raportet e Koresë së Jugut, raporton agjencia Anadolu. Gazeta zyrtare e Veriut, DPRK Today, ka përsëritur pohimin se Pyongyangu, zyrtar, ka arritur të zhvillojë koka bërthamore në miniaturë, të cilat si të tilla paraqesin kërcënim për kontinentin amerikan. Pavarësisht të skepticizmit global, artikulli së dielës i publikuar nga Agjencia e Lajmeve e Koresë së Jugut, Yonhap, pohon se arma e re e Koresë së Veriut është shumë më e fuqishme se secila armë të cilën e ka poseduar Ish-Bashkimi Sovjetik. Një shpërthim i fuqishëm ka ngjarë në sheshin Kizilaj në qendër të kryeqytetit të Turqisë Ankara, raporton agjencia Anadolu. Sipas informacioneve të para nga terreni, gjatë shpërthimit janë plagosur një numër i madh i njerëzve, ndërsa janë shkatruar më shumë automjete. Në vendin e ngjarjes ku ngjau shpërthimi kanë mbërritur një numër i madh i ndihmës së shpejtë dhe zjarrfiksve. Policia ka bllokuar këtë pjesë të qytetit nga frika se mund të ketë shpërthime të reja. Referues shkencor, profesor, akademik, studiues e historian të mirënjohur nga rajoni i Ballkanit dhe Turqia janë mbledhur në Tiranë për të përkujtuar figurën e Mehmet Akif Ersoit, autor të himnit turk, i cili është me origjinë nga Kosova. Në këtë simpozium është theksuar se Ersoi ka lënë gjurmë të pashlyera duke i shërbyer në këtë mënyrë të ardhmes së marrëdhënieve vëllazërore ndërmjet shqiptarëve dhe turqëve. Shoqata alternativa e së ardhmes Alsar në bashkëpunim me Bashkësinë e Sindikatave Arsimore e Eğitim Birsen kanë organizuar në Tiranë simpozium dyditor ndërkombëtar me temë Mehmet Akif Ersoy në vendlindje. Të pranishëm janë referues shkencor, profesor, akademik, studiues e historian të mirënjohur nga rajoni i Ballkanit dhe Turqia. Kryetari i shoqatës Alsar, Mehdi Gura, u shpreh se populli shqiptar dhe ai turk kanë nxjerrë personalitete të larta të përbashkëta për të dy vendet, të cilët sipas tij kanë lënë gjurmë të pashlyera duke i shërbyer në këtë mënyrë të ardhmes së marrëdhënieve vëllazërore mes dy vendeve. Nën kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Shpëtim Idrizi, vuri në dukje se e kaluara komuniste e Shqipërisë e ka lënë popullin shqiptar të cunguar në drejtim të informacionit për shqiptarët jashtë. Por, fakti se jemi sot këtu është një shenjë e mirë, është shprehur ai dhe në vijim ka cilësuar Mehmet Akif Ersoin si një kontribues të përbashkët të dy kombeve, ati turk dhe shqiptar. Kryetari i nderit të sindikatës Eğitim Birsen dhe njëkohësisht deputeti i AK-partisë, Ahmet Gündoglu, tha se Mehmet Akif është një person që ka pasur një qëndrim të fuqishëm kundër shkeljes së të drejtave të njerëzit dhe mbrojtjes së civilizimit islam. Mehmet Akif Ersoy lindi më 20 dhjetor të vitit 1873 në Stamboll. Poet, mësues, veteriner, mjek, hafëz dhe politikan. Ndëron jetë në Stamboll më 27 dhjetor të vitit 1936. Poeti i himnit kombëtar turk, që për herë të parë u recitua para deputetëve të parlamentit turk më datë 12 mars të vitit 1921, është me origjinë shqiptare nga Kosova. Mësuesit vullnetar japin shumë nga vetja për të mësuar fëmijët e prekur nga lufta në të ashtu quajturat shkollat e shpresës. Fëmijët sirian të ikur nga shtëpitë e tyre për shkak të sulmeve të regjimit dhe atyre ruse mësojnë në vende të improvizuara si shtëpi, godina të boshatisura apo në çadra. Fëmijët sirian, të cilët janë larguar nga shtëpitë e tyre për shkak të luftës, vazhdojnë mësimin në kujdesin e mësuesve vullnetar në shtëpi, godina të braktisura apo në çadër. Mësuesit vullnetari konsiderojnë këtë shkolla si shkollat e shpresës. Fshati Gidfe, i cili gjendet në Idlib dhe i cili është nën kontrollin e opozitarëve, është kthyer në një strehë për shumë sirian. Fëmijët e sirianëve të ikur nga shtëpitë e tyre për shkak të sulmeve të regjimit dhe atyre ruse mësojnë në vende të improvizuara si shtëpi, godina të boshatisura apo në çadra. Ndërkohë, mësuesit i quajnë këto shkolla të improvizuara shpresë. Në shkollën e shpresës, e cila ka nxënës nga klasa e parë deri në të 8-ën, punojnë mësues vullnetar, por nevojat e tyre janë të mëdha.
Raid El Dahar, mësuesi i cili jep mësim për nxënësit e tij në një shtëpi fshati, tha për gazetarin e Anadolu Agency se në orarin e mësimit familjarët dalin jashtë dhe kur përfundon mësimi kthehen përsëri në shtëpi. Kapakun e furrës e përdorim për të rast të zezë. Patjetër që kemi shumë nevoja. Shkollat nuk kanë asnjë ndihmë dhe mësuesit e tyre janë vullnetar. Largesa e shkollave na bëri të shkojmë deri në zgjidhje të tillë, thot ai. Krahas fëmijëve të ikur nga shtëpitë e tyre dhe të strehuar, në këtë fshat mësojnë edhe nxënës të cilët janë banor të këtij vendi. Në dhomat e kthyer në klasa, numri i nxënësve shkon deri në 40. E pra shikues të nderuar, me këtë informacione përmbyllim këtë edicion lajmesh. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.